Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur, mirë se jeni sintonizuar të dashur miq në Jidhi ujtë se u doqë. Jo, më ka vajt domati është blartë. Në jepi futu se u doqë. Në Top Albania Radio dhe në kanalin 10 në Digital në Top Albania Radio Televizion. Tashmë mund të na shihni, mund të na dëgjoni qoftë edhe në shtëpi, qoftë edhe në makinat tuaja, qoftë edhe në aplikacion. Kudo që ju jeni brenda dhe jashtë Shqipërisë, ne jemi me ju jeni me ne dhe kështu ecim dhe marshojmë. Angelo Shkreli, Julian Hurdha dhe DJ Kedos për t'ju bërë këtë. Këto duar trogitit janë falso, nuk është se kemi njerëz këtu, po që janë shumë të bukura. S'mund ta themi as mbrëmje, o burse dielli i lartë është duke shëndritur, mbase ka marrë pak atë pamjen e një karameli, një gjë shumë e bukur, shumë e ëmbël për të ngrënë, por na ka rrëzuar atë mirëmbrëma që themi, na ka hedh poshtë, na ka hedh tuç. Po më duket sikur s'është e plot o burr, nuk e di. Po ka zgjatur dita mor bir, dielli perëndon më vonë, kështu që kemi më shumë mundësi për ta shijuar ditën se sa natën. Çfarë thua? Pse ti je nga ata njerëz që shijon ditën më shumë se natën? Po se natën e shijojmë, ne sido që di. Okej, sado që të zgjasin nata prapë shijon. Nuk është me të zgjatur ërta, është me të shijuar. Me vërtet? Më shumë shijon se sa zgjat Juli? Po. Bukur shumë, kape Julin më Top shumë. Channel kape lajme. Juli çfarë bëhet, çfarë ka ndodhur këtë javë se na hoqë truri. Për javën dhe për sot kemi një lajm shumë të bukur. Po. E ke dëgjuar atë shprehjen që sonte kemi dasëm, brikenën po e martojmë me Mateon më të bukur, sonte i martojmë. Ka dasëm sot. Elbasani ka fest sot. O është fiks sa të mbyllim ne emisionin me vrap njerëzit që s'kan mundësi të shkojnë te shtëpia. Ndërsa njerëzit ju që do ikni për Elbasan sot ka shumë trafik mbrapa shesh o la se janë të udhëtur për Tiranë, do mushet Kashari sot. Po shumë gjë e bukur. Më mirë të ketë dasma, më mirë dasëm se sa luftë Juli, si mendon? Mund të themi, jo sigurisht që më mirë dasëm. U hap sezoni i dasmave për këtë vit, për këtë verë. Po. Hop, ajde. Po në Kosovë se si e marrin nusën në Kosovë? Atje marrin me armë, me zgjuj. Këta rreziket kjo do jetë kur të vinë njerëzit e briketës. Kjo është para traut. Pas traut kemi audio tjetër. Okej. Po atë do ta kemi pjesë dytë. Okej, do sa si mund me nusën në Kosovë? Na gjen një tupana kështu, ani më rechika. Mama ne jogin. Po para se të gjej kedo si aty e ke dëgjuar të shprehja koleg të gjuajnë. Po. Të gjuajnë me domate. Si të gjuajnë me domate? Të gjuajnë me domate, kush është ai marr që të gjuan me domate tani more Juli? Po aty pra do dal sepse tani nuk ka më as nëpër mitingje, as nëpër protesta, as nëpër shfaqje teatri, as nëpër koncerte, askund që ti të friksohesh se do të gjuajnë me domate. Pra kur nuk e bën siç duhet një gjë. Po. Sepse nuk ka më budallën që shkojnë të blejnë 4.400 lekë 1 kile domate për të gjuajtur ty. Ua, e tmerrshme. Na e bën dhe sallatën domate tani pa domate. Kam një javë që sa domate. Na i truri. Çfarë thua? Po një javë që nuk ka domate. Edhe isha sot në restoranti, por ositim shumë sallatë fshati pa domate na i kishin dhënë. Po kemi çmim ekstra. Po jo, po sallatë fshati ka domate brenda, pse nuk na ka më domate? Nuk ka më domate fshati. Po çka ka? Se ashtu mi bie që edhe ai nga fshati të thot kujt e futi më pritë. Mos ma futë se nuk është fshati. Po me çmimin e naftës shumë e bukur. Më në fund na ul çmimi i naftës Juli. Ja pra, këtu ne mendojmë që jemi të mbrojtur. Ulu nga ekran, ngreu nga tjetri, me tulme me të grit më është kjo. Herë na ulet, herë na ngrihet, po marrën vesh se ç'po ndodh. Po ti mos ha sharqi burr që në pik ngjesi se kështu do ndodhi me çmimin e naftës. Pse ke me shalqiti? Me sharqi, me ostrika, e di çfarë ostrika, ato si gjysmidhje. Ostrika i thon Austrisë. Jo burr. O Julo, ku e bën shkollën ti? Se kam shumë kohë që nuk po të lidh dot. Ora un kam marrë se tani nuk do themi kur shkojmë nëpër miqë, hajde vllai çik buke domate aty, djathë domate se mos u ngushto, mos u shpenzo. Juli të ne tani mund ta ribëjmë këtë shprehje që e kishin për patatën, tani mund ta themi për domaten. Ku ti ikemi? Ku të vetemi? Do ikim plazh. Po iket në plazh pa domate o Kloje? Se na hoqë trun, okay, mirë, hajde do ikim. Po ikim se çfarë themi, ne s'kemi lekë, ble domate. 4.400 lekë, po. Po, kur s'ke domate bëj ke çap. Shtoje me ujë. Domati është edhe buku edhe gjellë tani. Patjetër ashtu është, por do të ikë muzikë kthehemi sërish vetëm pas pak. Vazhdoni qëndroni këtu. Jemi live këtu në Top Albania Radio në Top Fare dhe nuk vonon telefoni dhe ne i themi alo. Alo. Alo.
Alo, si ore, bobe. Si e mor zotri, faleminderit. Ti kush je dhe si je? Guzua jam ore nga Vlora, ai që ka hotelin, kam një pyetje shumë serioze. Po hë një herë na thuaj. Më ka lënë pa gjumë, qa do me thënë fjala zgjyrë, ore? Zyrë është papastërtia që krijohet në rroba, ose e thënë ndryshe zhull, domethënë. Jo zyrë, ore, zyrë, Po pra, dhun këtë të thash, për këtë e kisha. Tani, numrin e Mateos e keti? Jo, po edhe sigur ta kisha ç'të duhet, sa ai nuk përdor telefon këto kohë. Ore, i bë thirrje Mateos kur të dalje pret një ofertë nga unë, ore. Do e ftosh dhe ti për pushimet e hoteli yt, se ka dhe dasmën sot ai. Ore, unë dua të djallë në Vlorë, ore, o Mateo, o ero, gjithë hoteli ty të dore, po, dua vetëm, ore. 1 minut, qa hoteli, se ka shtëpi Mateo, nuk po kërkon shtëpi. Deledash, në Vlorë me zi gjenë kamarie që të sjell ujë, ore, ndërsa këndëron çarçave me dëshirë. Ky është luks, o Guxo, lëra të mua bet tani ishte një shaka pa krip që ai e kuptoi që e kishte tepruar disi. Mateo direkt në hotelin tim, pa intervistë, pa CV, kushti vetëm të ndroj çarçave dhe po mundi të dalloj llojin e zgjyrës, është verë makarona apo në gjë tjetër, më kupton? Po ndoshta e ka pagesën e lartë, ai dhe ti se përballon dot. Ore, do ta bëj drejtor çarçavësh, ore, edhe me kushte më të mira do aj do pi aty, do i bëj tëra në Vlorë, ore. Ec Mateo, ec e la nga banor direkt në drejtor. Po ka, ore, po s'ka profesionist, mua ty më duhet, o vlla, kupton apo jo, nuk e di se si do pres deri finale, o vlla. Mirë tani se ti pe një episod aty në Big Brother dhe direkt ofertë pune. Prit më shqetëso. Ore, ai është adapt për atë punë, se unë e pash që nga momenti se si i kapi ato. Po leje më tani këtë muhabet, thash ishte një shaka pa krip, po gjë tjetër për të thënë, ke apo? Ore, te kupton që ai nuk pyet asha kam rroga, është në kontrat, por ja pa një çarçaf pisë dhe u direkt në aksion, ore, ndëroj. Kjo është dashuri për punën, për të cilë gjë kemi nevojë në shëra ka nikur të gjithë gjemë të mirë nga Shqipëria, ore, po marim Palestine, nga s'po na vinë, ore, kupton apo jo, ta të bëj shqiptarë, ore, të flasi shqip. O Guxo, po kena e ofertë aty të hoteli yt, ndonjë palë pushime në rregull, po kështu, lëre fare. O Mateo, hajde në Vlorë, ore, do të paguaj sa të duash ti, ore, madje do t'jap edhe një medalje. Mateo, heroi i higjienës dhe pastërtisë, bravo i qoftë, ma sjell në Vlorë tani që mi kutruri. Po pritë se nuk ta sjellu në Vlorë, sjell publiku atë në Vlorë, po si ndihet publiku taksi ta sjellin Vlora se na. Po pra e vendos publiku se kur do dali Mateo që të vinë në Vlorë, po. Si do dali, ore, dhe po e fitoj si çton ato gocat e punës time, vetëm Mateo duan ato, vlla, kupton? Ndërsa unë jam atë Selina, vlla, më pëlqen shumë ajo, kupton? Kuptoj, po tani po ato gocat e stafit, pjesa tjetër e stafit, si ndihen që ti bën gjithë këto diferencime apo që deshe? Ishte thash nga që janë panë që të zgjata të Mateos, duan me se zbën që ai të vi, edhe me zi po e presin. Kanë thënë, na sill një si ai të paktën të kemi një burr që nuk ri vetëm në telefon, edhe bën palestër, më kupton apo jo? Në rregull Guxo, ti ofertën e bëre live, tani kur të dali Mateo e merr vetë vendimin pasi ta shohë dhe ta dëgjoj këtë telefonat. Ja ta bëj dhe një thirrje publike që ta shohin nëpërmjet atyre reelsave ai. I the publikisht, Mateo, e la, kur të dalës, Vlora të pret, ke detin, ke gjellin, ke qarqave pa fund për të ndëruar, me çmim ekonomik, do t'i javim një palë doreza, Guxo, po shqetëso mërë burr, sa flak merë. Faleminderit dhe kjo ishte oferta më e pastër që kemi marrë ndonjëherë. Po normal, ore, dhe pastër si qarqavët e hotelit tim kur t'i ndëroj Mateo, ore, ndërsa për ty që je aty kam një ofertë tjetër. Je interesuar ta dëgjosh, është vetëm 3 muaj vere. Mos thuaj, ore, se është mungesë edukate, o derbar. Po pra thuaj ofertën apo ta mbyllim tani? Jo, kam një ofertë shumë të bukur, po i ka të tëra, me të ngrënë, me të pirë, se kam dëgjuar që ne duam të hami thuaj, të pimi thuaj. E kuptuam. Ti do bësh
Roja i rojes së natës. E kuptoj, unë do jem ai i mëngjesit, i orës 3, aty thonë që dalin xhindet. Jo, pak si funksionon, se s'po më kupton. Nga që kemi shumë fluks, është roja i parë. Po, Unë tani ati kam vënë një roje për ta ruajtur asë gjumi këtë. e kuptoj. Dhe, kam edhe një roje të tre që rua rojen e dy që rua rojen e parë, si që Gjishani, ore, më kupton? E kuptoj. Rol Lugati me pak fjalë. Ore, do ikim... Edhe ne do ikim, po, edhe ne do ikim se kemi publicitet tani, kështu që faleminderit për ofertën, po që se do jeti interesuar Mateja kur dali, do të kontaktoj vetë. Në rregull? Respekte. Me të mira dhe të dëgjofshim të mirën. Igëm Kedos, igim në reklamë. O gjike, jemi rikëthyër të 34 minuta shëron orat. A do ta vendosin, thuan, dasëm sonte këtë këngë? Ka komshien? Po ç'lie ka komshia? Po kodën që është mirë aty. Po jam e West Side ka këngë akoma më të bukura që janë për kështu lidhje, e kupton? Se kjo është me komshien a burr. Çfarë fati kam që të kam komshie thotë. Amigo. Valla i ka, kështu siç ka ardhur koha, duhet të kesh faqe të kesh komshin që mos ta të lën plerat aty te dera, edhe të ndihmojnë në ditë të vështira. Po, te komshiu gjithmonë do ta kesh derën e hapur ti. Si nuk shkoti te komshiu? Te cili nga? Po se diun, ai të rrin pallat, harrova lejen. Nëse janë situata të tjera. Gjithsesi tani do bëjmë pak filma. Edhe gjithë ju që jeni në makina apo në shtëpi, thonë po çam, mos më bë filma mu. DJ Kedos, të lutem. Duket si dasëm. Po jo, nuk është ashtu. Në një botë ku sundon rëmuja, e ti s'bën asgjë pa të dhënë leje gruaja, në Shqipëri vjen avokati i djallit në atë formë që as Al Pacino se kishte parë kurrë. Po çdo këtu mër burr. Kush jeti? Avokati i djallit. E si e ke emrin? Kam shumë emra. Devil, Satan. Po këtu në Shqipëri më kam mësuar dhe më thon shejtan. Haram. Atëherë më thuj baba. Por jo miri. Normal, se ti si e miri, ti e i keqi. Isha. Tani jam i pa punë. Më kanë nxjerr djalli me zarf të zi. Oh, edhe atje tek ju si në Big Brother? Po, më tha faleminderit shumë për kontributin tuaj ndërshekuj, por kemi gjetë zëvendësuesin, është një nga Bigu. Shi. Djalli Suvish ka më me Prada, po dil ka para televizorit. Dhe jo vetëm kaq. Më dha direktiv. Shif Rogertin, ashtu bëhet. Jo si ti që punoje me metodat e vjetra, më thoshte. Shi, djalli shif ka Big Brotherin para televizorit, ha? E si bëhet pra? Shiko, por mos prek. Oh. Prek, por mos shio. Shio, por mos gëlltit. Se kuptova. Asun në fillim, po pastaj mu desh ta përktheja në shqip. Bëj zhurmë, por mos mbaj përgjegjësi. Sulmo, por justifikoj që kjo ishte loja. Luaj fort, por në fund dil viktim. Pra, filozofi moderne e djallit. Jo, kjo është filozofi prajmi. Po tani ç'do bësh? Ça të bëj, bilet kthimi s'kam, kështu që duhet gjej punë këtu. Po me çpash këtu kishte avokat me shumicë burr, por e kam gjet. Ç'a ke gjet më? Punën. Me që miri ka avokat. Këtë fuqishëm thuja. Ç'a ka? Se diun. Ha mor burr se miku emri. Nuk e di. Ç'a ka mor burr? Monikën. Ha mor burr, e di, unë bredh gjithë botën, do mbaj mend emra tani. Me që miri ka avokat Monikën, unë do bëhem avokati i Rogertit. Po pastaj? Do ta shtyj deri me 18, pastaj tu patu do hap në një studio afër spakut edhe. Po nëse nuk ja del edhe aty. Do ikë edhe unë jashtë, në një vend më të qetë, ku akoma njerëzit tundohen. Pse këtu nuk tundohen më, ha? Këtu njerëzit nuk kanë nevojë për avokat e për djallë. E bëjmë punën vet. Edhe e hedhin Instagram, pa unë nuk dua kështu tani. Pra djalli tani po preferon të mos punoj më në heshtje. Do edhe ai fam. Do fam pallam, po kush e di që të kesh fam? Kështu më thoshte njëri. Djalli është bërë versioni shqiptar. Ashtu në do të thot baba, e kupton ti? E kuptoj. Sa shpejt që ke bërë shqiptar dhe ti më burr. Po tani ne të gjithë shqiptar jemi, por ne vonë e kuptuam se e ka thënë dikush këtu nga ju, e ka thënë që ne gjithë vim nga Shqipëria dhe jemi përhapur. E kuptoj. Kështu si vajnë lakra. Jam i bind që kur bëja muhabet me djallin, shumë në bisedë sipër, që ai ishte pak i çlirët, edhe ishte
pozitiv. Sa e mendon djalli negativ, ti është pozitive qeshe, lodrone. Kishte seks nga fieri. Djalli. Po. Mund t'i kenë marrë kanatierën djallit prandaj. Nuk e djalli nuk rime kanatierë. A e kupton tani? Mirë, po ma atë Rogerti ç'do bësh? Asgjë burç, do bëj me Rogertin e lash i thash që do jesh me sukses, do të uroj suksese edhe i kërkova një autograf sepse ai çfarë? Ata dha? Kush Rogerti? Po, ma. Një dy prova. Se qa ke, ja, kupto kur flet për djallin, ikën mikrofoni. Jemi live, po jo. Nuk gjohesh fare. E po mirë fol ti pastaj. Do ikim. Po, do Dilte tjetër lëviz pak se është hyshtur ai vend tani. Sa moderatori sa thash që djalli ishte nga fieri, bau. Gjitha këto ndodhin. Këto që jemi live, ë? Ndodhin gjitha live. Ruaj se na duhet, mund të na duhet. Do t'i këndojmë pak asaj karikës tani, kur të rikthehemi me shpresën se do jetë çdo gjë okay. Po si ti për këtë tha, se unë përmenda djallin, Rogertin, Mirin, morën, nuk e di për kë. Rogerti do bërë fjalimin e dasmës. Okay, mirë, në rregull, ikim. Ikim. Është transmetim të drejtë për drejtë, është 18:45 minuta, është 6 prill. Sa bukur. Data 6 më pëlqen shumë gjithmonë Yuli. Pse të pëlqen data 6? Po se është numri shumë i bukur 6. Ka është një rrethon me një krap kështu sipër. E kuptoj. Vez skuqti? Unë? Po normal, çka ka me skuq vezë? A di ta shpjegosh procesin se si skuqet një vezë apo? Merr vezën, e bën varet si e do, shumë e vështirë, po pse nuk e kuptoj pse po ma bën këtë pyetje në këtë moment. Do të dëgjosh një variant se si skuqet veza? Ha i herë. Ha më buk. Anin, unë ja, mora tiganin, e vona më fort. Ola vajin, s'pethe me gjalp. Vajin, unë zef, vaj, po, merr vezën. Plush. Bëri dy vezë. Si rripri. Kështu sa ma kam mësuar mama e ime, gjithmonë që vaja u sipër. Në pikë se ka sipër. Një ti mor, një ti kësy, një ti zjem pjatë, kur do haj. Amortita shimo. Po kjo amortita shimo apo vjen bashkë me pjatën, ha? Po kjo është që ti hash. E bukur. Ha plush. Impossibile. Çik plush, shumë bukur. Kush tjetër përveç se baba Miri që ka dhënë indicjet e para për të hapur emision gatimit, mbas e bashkohet me Alban Musën. Patjetër, bëhen bashkë edhe. Alban Musa me Miri. Shumë bukur. Po, do ta bëja me Mirin të skuqnim do vezë në mëngjes në shtëpinë. Po. Okej, mirë, me që mbaruam. Tani po kemi vezë, tani kemi lajmet. Lajmet tona, jo lajmet e dallaçit apo Ervini Kollës. Po. Jepi me siglën. Hajde. Mesatarisht 459 euro për çdo pushues. Turistët që erdhën vjet në Shqipëri shpenzuan mbi 5.7 miliardë euro. 459 euro për turist. Do të thënë turistët po shpenzojnë më shumë para për pushime në Shqipëri se sa për të jetuar gjithë muajin. Respekt. Bravo ju qoftë. Ballokumja e Elbasanit shpallet pasuri jo materiale. Tani Elbasanit mund të thonë me plot gojen jena të pasur e la. Tronditje në parlamentin grek. Skandali me fondet. Skandali me fondet bujqësore. 3 ministra japin dorëheqjen. Më në fund një korrje e suksesshme në bujqësi. U korrën ministrat. Pse edhe këta i bëjnë, mendoj se vetëm Shqipëri bëjnë këtë gjë. Që këtu mbyllën i gojen se shi, qa bëjnë komshi tanë, 3 ministra, luk, po t'ishte mirë da bënde urdhëron, burbo. Messi, Ronaldo, Vini Junior dhe Mbappe paguen miliona $, për reklamën e botrorit. Reklama që po çmën fansat për botrorin 2026. Ky lajm është fiks për atë tipin që lyhet me zift dhe futet në puseta. Vlla, vazhdo kështu se mund bësh nga skushi dikushi. Ku i dihet. Gjithjemi për lyer do gjejë një. Fun fact, ai është nga Vlora Ketos. Si ndihesh ti për këtë fakt që ju vlonjatët jeni duke çar marketingun shqiptar? Jo Ronaldo është Krisi ndërkohë, unë e bëra Vlorën. Po, patjetër. Kriza e strehimit në Shqipëri qirat prekin majat historike. Çmimet e qerave janë bërë si temperaturat në gush, çdo ditë rekord i ri, po askush nuk e ul dot. Kush e ul? Janë ngret shumë. Ku ulet ajo? Mos e ndërprit.
këtë nuk e thot Vepsiu, po është mos e ndërprit kur kundërshtarin tënd kur bën gabim. Kina përdor strategjinë e Napoleon Bonapartit në luftën SBA-Iran, ose përdor strategjinë shqiptare kur zihen 2 vet, fiton 1-3. Gjermani, meshkujt nga 17 deri në 45 vjeç duhet të marrë një autorizim për udhëtim afatgjat. Si i biki? Po, duhet marrësh leje para se me dalje e shtetit. Inshallah nuk vjen edhe te ne ky autorizim se na piu e zeza. Po. 3 muaj merr leje shtetit, 9 muaj merr leje grus. Po, tani kur e ke gruan shtet për shemb, Aty jep. je nona. Aty të kap sistemi tim si thonë Ta këta që kesh delja gruan shtetit. shtet për shemb. Kujt mund t'i marrësh leje, gruas apo shtetit? Merr grus e gruaja të rregullave shtetit. Bukur shumë. Kush është më i madh, gruaja apo shteti? Nuk e di ç'ton shongolli për këtë. Okej, aktori i ndjer Val Kilmer rikthehet ose kthehet për të luajtur në një film. Kjo kthehet është kështu, se nuk është ai që Me ato çohet. krabat që Po, po, ndryshe po. shuhen thonjza. Hollywoodi që nga bërë si Shqipëria nuk dalin kurrë në pension, vetëm bëjmë rikthime epike për të kapur në një klikim. Shtym pensione. Patjetër. Nis palestër për t'i bërë përshtypje aktores së filmave për të rritur, ajo i komenton: "Mos u dobëso për mua, më pëlqen djemt me bark." Dhe kështu ai anulloi direkt abonimin e palestrës dhe u abonu te sufllaqet. Ndërkohë ai pronari palestrës ata palla për borxhin ty, ç'është ky anti-reklam palestrash, më pëlqen me bark. Megjithëse shumë goca thonë që i pëlqejnë çunat me bark. Kështu është në këtë rast. Po Ta kem barkun aq sa ç'ke ti Juli barkun. kuptoj. I pëlqen barku yt ca Po unë goca. s'komentoj, ky është Nuk problemi. komenton ti, ç'na bëre. Edhe ajo që i komenton nga ana tjetër dhe pronarit, më pëlqen edhe pronarit në vrik. Tani portretizoi Putinin dhe patriarkun rus në skena erotike. Gjykata ruse dënon skulptorin gjerman me 8 vite burg. Edhe në burg i thanë nuk e kemi pse na ke bërë kështu, po e kemi se na e ke bërë me përmasa të vogla. Zakonisht nëpër skulptura të gjitha ashtu janë koleg me përmasa të vogla. Po ti mos harro se ai është Putin, fute brenda. A kupton? Duhet përmas tjetër. Po, na rre. po. Ish drejtoresha që u përfshi në videot erotike që tronditën Malin e Zi deklaron se do të hap partinë Stranka Evropskog Koraka Slobode. Una? E thon shkurt, seks. Ku? Kjo e ka Terezia vlla, e ka kthy punën qef. Po, Edhe po. partinë e hap me emër shefi. Normal që do ta bëj kështu. Këshilli i sigurimit të OKB-s mblidhet për ngushticën e Ormuzit. Teherani paralajmëron, veprimet provokuese mund të ndërlikojnë situatën. Para sulmit nuk flitej për ngushticën, tani sulmuan e ankojeni të gjithë për ngushticën. Ecë merre vesh, ishim mirë kur ishim keq. Hajde birë të ndreq. Okej. Kjo po të shtur o prapsi ju dreq. Po, pa që unë tjetër. pas kam lindur të ndreq. O, Julo, Thot Hamleti. Më shkruaj të Angelo Haruni. Po si është komunikimi mes dy Angelove? Po Angelo si e mira, Korrekt, Angelo. Okej. po. Këto ishin ato çfarë ne kishim përzgjedhur për sa i përket rubrikës së rreth botës për 5 minuta dhe jo më shumë. Angelo Haruni më shkruan "Shtë po jam". Shtë po jam. E ka për poshtë flet shëmbra. Intervistë mbrapsh. Okej. Nuk e di, unë parë që jam gjetë morë, Okej. vetëm për para. Okej, shkëputemi sepse kemi ardhur në fund të kësaj pjese të parë dhe rikthehemi sërish në pjesën e dytë. Jemi rikthyer sërish në këtë pjesë të dytë dhe Nga tani fare në top. patjetër jemi full. Jemi full dhe kur bëhen bashkë dy Angelo mlin detyra mua si Jul t'i prezantoj. Respekte, mos kam Mosa- prezantim. As ky s'ka nevojë për prezantim, po prezantoj për kortezi. Të dy janë të famshëm. Po njëri ka zakonisht që nuk del. Nuk e di se nga është dukur tham të ore. Ku është ky Angelo? Për Që mua po bie- flet? Po jo ty Për më sa po flisni jo realisht? Për ty. Për mua? Po. Po unë s'kam dalë që nuk s'kam qenë valla. Çfarë Po do? jo më ne po themi këtu or burr. Tu brenda. Tu. Këtu. E me Si ai që ka bilame ka këtu. Angelo Haruni. Përshëndetje. Mirë se erdha Angelo. Angelo. Po Angelo. Si jeti Angelo? Mirë, Është Angelo, çuditshme, faleminderit. ke rastis nuk para e dëgjojmë shumë shpesh të emrin ton te brezat e rinj, se te brezi ynë ishte një periudhë ku kërcitën Angelot shumë. Atëherë nga 93-shi deri në 99 Aha. ka qenë top 5 që emrave kështu vazhdimisht. Ti ke Angelo apo me G? Tani Angelo. ata donin të ma vinin me G si italianët dhe gjendja jonë civile nuk sa i që- preferon të Shqip, emrat da. e përbër italian, dhe ata bëjnë me G.
Edhe ti e ke me X. E kam me X në pasaport. Okej. Po kështu preferon të thrasin Angelo me G. Po, preferoj të më quajnë Angelo. Po, okay. Nëse po t'ishe kalesha do ta kishe Angelin, do ta kishe me G, edhe Lin nga fundi, do Ose ishte shumë e edhe bukur. Pal mund të kishe. Po, do ishte shumë e bukur. Ose Rocco, t'ishe në Itali. Po, e shoh ku do shkoj kjo intervistë. Po ose John, po ti ishte në Amerikë. Para punës, si ishte dita jote sot? Top apo top fare? Top fare. Top fare. Top fare. Okej, si e nis ditën? Sot dita nisi me një takim pune. Okej, na pëlqen, deri këtu është mirë. Dhe Fole për pastaj- kontratë? Folëm për kushtet fillimisht, për lekët, pastaj për kontratën. Okej. Pastaj vazhduam me një tjetër telefonat pune. Prap dy punë, po dy punë nuk mbahen. Si jemi të rinj akoma. Okej, në rregull. Ai më rinia mban. Dhe pastaj vendosëm që të mos pranojmë asnjërin as tjetrën. Okej, sepse nuk u arrit le të themi proces verbal. Ishim zën, kishim punë. Okej, bukur, më pëlqen që ke punë. O Angelo, a ke ndonjë pyetje që nuk do që ta bëjmë sot? Po të blem nga këtej kokën andej frynera. M'fal. Se kjo është e bukur, këtë pyetjen tani, këtë mos ta bëj. Bëj çfarë pyetje dushëm. Çfarë dum? Në rregull. Ha, nuk është e vjesh shumë si kjo edhe fare. Ja. Juli është skuq, më duket po. Juli ka vallë, ka vallë, ka veshë atë gjeleshi ajo dhe ka turp ta heqi. Duket se po. Se ka bërë shumë palestër, i del biceps. Edhe më marrin edhe mua pastaj direkt ky nga këta. O Angelo, sa duhet ta kesh rrogën që ti të kënaqesh me punën? Po. Po vetë ta bëj çfarë duhet direkt. Sa duhet ta kesh Në rrogën? këtë moment të vinë një ofertë pune dhe të thotë kaq është rroga dhe ti thu po direkt e pranoj. Pa e ditë se çfarë punë bën. Pa e ditur se çfarë punë bën. Pa e Po ditur. vlla, Jo vlla, s'ka. S'ke kështu. Vetëm 100.000 euro çmimi i madh, asgjë gjë tjetër nuk të bën të futesh pa e ditur se çfarë po i futesh. për 100.000 euro ti futesh pa e ditë ku po futesh. Varet nga punëdhënësi. Nuk e varet. Mund të jetë ideali veshur me këmish për shembull. Jo vlla. Një vajzë veshur me këmish. Po. Këtu mund ta diskutojmë. Kush ka 100.000 euro që do të provoj në punë Angelo Harunin të vi këtu poshtë me 100.000 euro cash edhe ta shohim apo ja fut kot apo e pranon. Kushti vetëm të vishet me këmish. Patjetër dhe të jetë vajzë. Po jo të ketë lindur me këmish, të vishet me këmish. Angelo, Po që mora vesh janë ta njerëzit që lindin me këmish, lind kanë megjithmonë me Po, këmish. kanë atë placetën që nuk i është heq akoma. Un pyes është placenta, jo është këmbgulin që është diçka tjetër krahas placentës. Çfarë mund të jetë? Jo placent. Jo, shiko, nëse lind në mënyrë natyrale mund të jetë ndaj lëng, ndaj gjë kështu. Ke parasysh? Lutem Angelo tani se ka mbaruar dhe mjekësi, nuk mund të bëj këtë. Ke marrë mjekësi dhe Po normal. Po me aktrimin çat lidhur. Po kur të më intervistosh do të Bëj ti dy punë, po bën katër. Si idoli ke marrë mjekësi dhe je këtu sa pasaj ndryshoj me herë. Dhe je në Shqipëri, si në Gjermani. Po ka përgjigje që duhet të rri 3 vite këtu, që marrë. Kontratë. Po Angelo me që dolëm te 100.000 euro që ne kishim pyetur për pak më vonë, po ta ezorojmë që tani. Nëse do i kishe marrë këto 100.000 euro, çfarë do i bëje? Do i të fishoja Qa se janë 100.000 euro sot, me thënë të vërtetën. Po mi gjeti mu 100.000 euro edhe na Blen nga ato Ti isha hyrje që gjetur si Si isha Big Brother fare. me 100.000 euro blen nga ato hyrje që thot 50% kredi. Ishte edhe i çun që tha i 63 biturbo. Sa është vetë 100.000 euro. Çfarë ke një së 63 biturbo kupe? Ti çfarë do kishe bërë me 100.000 euro? 100.000 euro. A tani kjo është pyetje, po të kishte halla. Po jo se qa ti do u bënte fute, Xhaja? u fute për të fituar o vlla. Po futa unë për të fituar, ta diam që Do më ishte. Ja, ju fut po tha ku deri sa të shkojnë në finale jo, do të ideja ndoj. është nuk të rishnin aq shumë 100.000 euro, pastaj nga mesi i spektaklit edhe Okej. thashë diçka Më mirë. më mirë. Okej. Më mirë vetëm se sa tek Tek pull. pull. Po ja, i zëm ke 100.000 euro burr cash për herë 5 vjeçe. Po tani po nuk investove, ato është e kod domethënë. Okej. Me E ke 100.000 shpirtin euro e duhet investimit. investosh se s'bën. Për shkakun ku e mendon se mund të jetë një mënyrë e mirë për të bërë 200 ato? Tash njoft sa biznesi, po Kuq e ruaj, zez? po i ruaj për veten time. Kuq e zez është super, po më mirë Do këto kishe skemat lënë kazak. progresive. Ose mos Inter i hapen dysh. base. O, lërës, e kemi kështu plag në zemër gjithmonë. Je interist? Interist. Oh, po mirë se fituat me Romën. Kam googulluar unë. 5-2. Angelo, si është një ditë pas bigut ose një javë pas bigut ku ty të njeh e gjithë Shqipëria dhe të gjithë njerëzit të thonë mirëmëngjes, mirëmbrëma, si je, si kalove. Pra, njihesh në të gjithë, le të themi, popullin shqiptar dhe të duhet të kthesh përgjigje edhe kur
s'do valla mlera atë s'do të kthej përgjigje, po do ta kthej për hir dhe për kortezi. Tash ti pyete si është një javë, unë po them si është një muaj pas Bigus, edhe një javëshin e parë ti je do me u kyç vetëm brenda në shtëpi, mos me dal, mos me pas një njerëz se ke këto inatet me gjithë botën akoma, pastaj e ke me veten, pastaj e ke përjetove keq daljen? Po gjithmonë përjetojnë keq daljen, se shefti që dalin zhduken një javë, pastaj riqarkullojnë për ditë. Po. Pastaj kjo pyetje është shumë e drejtë, mua nuk më katërisht ndonjëherë fama. E them edhe vazhdoj ta përsëris sepse më bëhet edhe bezdise shumë shpesh. Dua vëlla të ri atë kafja në qefin tim, pa njoh njëri, duke punua, duke takuar një njerëz, çenci ka pa kthy njerëzit kokën gjithandej. Është problematike kjo gjëja, sidomos për mua që s'jam mësuar, jam mësuar të njohin në rrethet të caktuara, do thotë nga puna si gazetar, si prezantues. Vështirë, është vështirë. Është vështirë. Do të mbajt aparenca, do të më shku në për evente, do të më thon po gjithë emisioneve të sa vjen në radio. Si puna jo, për shembull. Po valla çfarë ju bëj dhe juve tani, do vitet te ju. E kishe me siklet kur të shkoj? Jo, kisha me shumë qef, tregojmë shumë i sinqert, përveç faktit që ta shkujta më kujtua ajo. Po Ilir, atëherë Ilir, flasim çfarë thot Amerika Ilir. Ilir është shumë mirë. Përveç se më kujtua ajo, ideja është më duket emision shumë energjik, shumë fan, edhe pres, kështu që i kam ngrit stekën lart, kam pritshmëri të larta për bukur shumë. Si tha i madhi, s'keni parë gjë akoma, kështu edhe puna jote. Angelo, mendimi se fiksove jetën. Po më ti ma nxive jetën. U po të them nga kthej kokën. Bleza e kam tabelën këtej. Ç'i të bësh tash ti? Mendimi i parë kur dëgjon emrin e të eliminuarit është Angelo. E prisja. E prisja u vendosa aty në mes gjithë, që ta kisha kështu gati. Po pse u dorëzove? Pse e prisje? Sepse çka, ideja është ti ke ardhur këtu bashkë me Angelon, po themi. Dhe Top Albania ka shumë figura, shumë emra, ca pëlqejnë, ca s'pëlqejnë. Llogaritë që krahas Angelos bën miqësi edhe me 2-3 të tjerë. Dalin, ikin ata, e lejnë punën, ngelesh veten, po çfarë do bësh brenda? Nuk të kuriozon edhe pastaj ato gjërat që ty do të mbanin brenda janë ca kompromise që ti s'do i bëje me veten, të tipit krijoje një lidhje. Si e di për lidhje? Kush s'është për lidhje, po s'janë për lidhje kështu televizive, televizive. Sa me gënjy veten shqiptarë, dikë tjetër. Po pse ti nuk mendon se mund të ketë një lidhje që rron? Për shembull, Kiara me Luizin janë të martuar, happily married, kanë edhe fëmijë. Po kemi pasur disa përjashtime gjatë Big Brother. Po nga Big Brother niheshi, ka pasur DJ Daxi me këto po. Por historia ka treguar që më shumë kanë dështuar se sa kanë vazhduar më tej dhe djemt kanë përshtypjen gjithmonë janë parë kështu pastaj me syrin negativ. Edhe publikisht. Thash, po ja kursej vetes këtë imazhin në vijim. Do të pyesja në lidhje me çarçafët, sa i rindron ti? Në Big Brother i ndron. Jo, më sa i rindron tani. Ja sot shfitate. Mbi të pamën ti po. I ndron vetë, domethënë. Javë i ndron? Po. Sa fillon bëhet i butaj pastaj ndron, a? Jo, mos çdo lloj gjë, edhe po mos kem qenë në shtëpi një javë do ndrohet çarçafi, është. Edhe një javë e pa vënë koka aty? Po, se çka? Varet se mund të vihet koka vetëm një herë, për shembull. Po për shembull klura. Për shembull kur qethesh, ta testojmë a je çun tipik apo jo? Kur qethesh, e lan kokën te berberi apo jo? Tani un berberin e kam afër shtëpisë prindërve. Po, dhe zakonisht përfundoj që do të qethem, pastaj do haj dark me shtëpisë, kështu që midis të qethmes edhe të ngrënë mes dark, nuk kam marr rroba me vete për dush pavarësisht se jam te shtëpia prindërve. Ti fle me kokën me shime edhe lash nesër. Jo. Lajn lavaman. Elan lavaman. Ne lavaman bëjmë gjëra tjera. Pastaj ha buk, pastaj kur shkoj te shtëpia ime, lahem, pastaj po nuk e përplas në lavaman. Jo, plasësh kokën ngel kështu Juli. Jam mite atë. Nuk përplasësh. Ikim pak në reklama, rikthehemi sërish muhabet lavamani me Angelo Harunin. Kemi me Angelo Harunin. Angelo. Po Angelo. Qa bone, mire? Mirë dago. Angelo, para se të vije ti këtu, ne hapëm telefonin edhe kishim lançuar një pyetje. Kemi Angelo Harunin. Çfarë pyetjesh do doni që ne t'ia bëjmë atij këtu live në studio? Dhe nuk do t'i bëjmë ne pyetjet, por i kemi regjistruar pyetjet që kanë bërë njerëzit për ty. Pra ata kanë marrë telefon sikur të bënin pyetje live, duke qenë pa mundësi për ta bërë live, i bëm me regjistrim. Se kanë parë emisionin. Tani këto pyetje janë vërteta apo janë kështu që i regjistroni çik para? Po çfarë thumë? Do të na deni. Okej, çfarë do të Kedos? Apo ndoshta kur i redakton, kështu që i bën çik. Ku i regjistruam ne? Para ne ka qenë një këngë për ty. Ishim s'kemi pas mundësi. Ka emision direkt. Për telefon valla.
Po jo burr. Na e pak atë djalin e parkit. Le shohim nga ta gjë. Angelo, jam I gjunë edhe në pikun qëtë këto vitere. Edhe pyet veten. Ore, si jam për një mbyllë ty ju për... E kuptova, nuk ka rëndësi domethënë, si ja bënim. Nuk ja bënim, kjo ishte pyetja dhe ishte një pikë pyetje e madhe që kishim në kokë të gjithë. Ata bëjmë mos ta bëjmë. Jo, ishte i kjo, ore, kur dal mirë këtu, kur dalim është okay, gjëja shkon, punon. Nuk e bën, më duket se mbaj me këtë djalin, më se e kishte për vetë kënaqësinë no ti. Po pra, nuk kjo kishim kamera gjithandej, çku. Po edhe mbaj ka kamera aty. Si, aty te VC-ja ke kamerë? Ke një kështu një dritë lart se çan këto. Po jo, është për zjarrin ajo, Angelo. Jo, I ke bërë shpirtin gjinako. Po lëri këto tash. Po bumin aty. Kaq bumi aty. Po. Po mirë, ti pasë besoj se ke zë. Pasë si të burgosur. Çfarë perle tha, nuk ishte probleme bëre më se bën. Problemi ishte kur dilim funksionon. Ora, se gjet njëri tjetër, shiheshim është po ti jo. Wow, si ka mundsi. Edhe e ke pasur çan këto filma për shembull që qellon tjetri atë. Po edhe nuk nxjerr gjak. Jo, edhe ta gosët gjëja e parë që kontrollon. Një mashkull dhe gjëja e parë që do kontrollon. Po. Shumë mirë. Prandaj ky Angelo tjetër nuk futet se ai s'rri dot. Ç'thon më Juli, po pse na nxjerr pa larë më Juli. Nëse kalojmë te pyetja tjetër me këtë Juli sqarohemi. Angelo, kush nga ato goca që ishin në Big të dukej më seksi? Po. Thuaj. Kjo është pyetje $100,000 që tani. Meqë si more lekë kishte më kishte vajza shumë bukura pse duhet më të gjitha ishin shumë bukura pse duhet më përjashtu. Njëra ishte më shumë dhe tjetra më pak. Më. Ti s'ke mbaruar për diplomacia kur tash. E Diza për shkakun që është tani. Po se arriti ai Diza. Se kam marrë ke pa nga televizori? Pa nga televizori. Nikoli shumë e bukur shumë nga televizori, sa kam takuar herë. Se ke takuar Nikolin? Po, ku diun? Armela po themi. Armelën. Okej. Në rregull, faleminderit, jemi mirë, okej. Kalojmë te tjetra. Ai Kristi starton një projekt të ri në televizor. Po ti kur do të shohim apo E ka për Kristi Lama që starton. Po, e kuptova, do nisi një emision me të rinj. Edhe unë ndoshta dhe jem konkurrent aty. Po se dija se ishte kjo grup mosha nga 16 deri 20, nuk e di. Ka. Po nuk e në një projekt. Po bën një përjashtim, mund të ose të bëj këto si këto grad dikur që ulnin në moshën për të martuar, edhe unë ndoshta e ul që të marr pjesë. Nuk kemi ndonjë projekt në nuk kam dëshirë të kem asnjë projekt për momentin në televizion. Okej. Pastaj projektet mia personale shumë shpejt. Okej, bukur. Tjetri. Angelin, mu më pëlqen shumë me po pëlqen më shumë me po porë se sa me po seks. Që dhe me thonë kjo vlla, kam një problema si, Tashi edhe I thash, mos mbjeni më lezhian e barbullushian. Çi keni më? Kërkoj ndjes, dëgjoj doktorin. Kur ti thua pëlqen të shohësh edhe jo të bësh. Ore, çfarë shef mund djalë? Pyetja e parë. Pyetja e dytë. Ore ke provuar që flet kështu? Pyetja e katërt, me që pjesa e tretë na e harrova se mosha bën vetëm vlla. S'të ndihmoj dot, jo, do të ndihmoj ndonjëra, jo. Pa vendosur plak. E bukur ka qenë se thoshte bën shumë gazër, po ti e ke bllokuar. Po ti ke vënë atë derbat. Edhe tani, se ishte shumë e bukur. Pra përgjigjja jote që ai ka më shumë qejf të shohë se sa të bëj? Nuk duhet ma bëj mua si pyetje, do t'ja bëj ndonjërin. Okej, në rregull, na jep tjetrën ketos? Jam dikush që ti e njeh shumë mirë. A do mund të më falësh ndonjëherë dhe a beson në rikthime? Unë mendoj se e di kush është kjo goca. Edhe unë e di gjithë e di pasi se thot. Angelo, shumë e bukur. A do më falësh ndonjëherë dhe a beson se ka rikthim? Tani varet kur ti heqim atë efektin e multibandit, fond voiceover, çan gjithë gjërat, kompresimet, ku diun. Po. Ta dëgjojmë zërin origjinal. Nuk ishte qef. Nuk ishte qef vajza. Po atëherë ku ta diun. Ishte mesazh I koduar për ty vlla. Po varet. Do më falësh ndonjëherë dhe mund të kemi ndonjë rikthim? Varet, unë s'kam gjë për t'i fal askujt herë. Para, se askush nuk më detyrohet asgjë. S'ka bërë njëri gabime me mua. A besojnë të riktimet, themi që jo. Nuk ka rikthime.
Vjen keq Është vajzë. vështirë. Provo sërish. Sa çuna ka. Apo jo. Po, ecë Apo vllai, të them mos kjo u që thash. fikso. Pra mos u fikso më me këtë çurin, Nëse ka na qylli fiksove, bukur, bo. leje bur tash. Okej, mirë. Kaq impresive. Ishin edhe asa tjerë, po ishin shumë harbute dhe i Ka një problem, pesulluan. se unë kam dëgjuar që Angelo është mjeshtër montazhi. Është e vërtetë. Si Kështu montazhi. që Për të montuar në montazh është mjeshtër. Madje më kanë thënë që është më i mirë se sa gazetare prezantues në montazh. Po sepse montazhin e bën montazhieri. Po e bën Jo, montazhi. kam qenë montazhier para se të bëhesh gazetar. Me vërtet? 7 vite, kështu. Edhe lekët kështu kokër në kokë. Montohej dhe çmontohej. Po pse pastaj kalove gazetar, kalove para kamerës? Budallamo ku U lodha. Nuk të pëlqen Po montazhieri? thash për montoj gjërat e mia, jo gjërat e tjerëve. Okej. Edhe përfundova duke montoj gjërat e mia, Okej. që shikoj, unë edhe xhiroj, edhe montoj, edhe prezantoj, bëj Edhe aktoroj. edhe aktoroj. I kam Edhe bërë aktor. gjitha. Po, Të ka ardhur në një, për shembull në një se bëhen shumë filma tani në Shqipëri. Po e monto kamerën vetë, vazhdon. Jo, e kam fjalën të ka ardhur njëri për shkakun që të ka thënë kam role për filma artistik flasim. Le që edhe ajo punë arti është po. Filma që jepen kinema. tash jeni aktor, a ka ardhur ndonjëherë në njëri t'ju thot kështu pa e njoh fare, kam qejf të fus në një film? Po, por më ka pa diku tjetër e ka ardhur, më ka thënë. E po nuk e di ku mund më kenë parë mua, që Me vërtet të pse më thonë ekzistojnë për- akoma ato videot e tua, ato nuk çfarë e- thek? Jo. I ke Jo, fshirë. dhe mos i kërkoni dhe mos më shkruani, Okej. se ngjelen duke. Ja, po ti besoj duhet të kesh një folder ku i ruan. Që i shef ndonjëherë për qef. s'di çfarë them. Jo. Paguaj $14 në muaj. $14 në muaj. Po të paguaj veç një herë dhe të shoh të gjitha apo se bëj dot, janë shumë video. Po nuk i shkarkon. Nuk i shkarkon dhe. Çfarë bëhet more për 14 Teknologji. Për 13000 lekë, 13200 lekë e mund të shihni Angelo. Angelo, Bëjmë shkollë aktrimi kodbe. Angelo. Kemi një gjysë rubrike ku thuhet thuaj emrin. Pra ne të pyesim dhe thuaj emrin. Okej? Në këtë pikë të lojës kush e fiton Big Brotherin sipas teje? Hare fol. Selin. Shoqyr pra. Po Angelo kë urreja më shumë në Big? Se shifje do të më sy sikur të hanë të bukur. Senon? Senon? Pavarësisht se nga mesi pastaj e pata shumë gjau, u bëm Okej. shok prapë. Okej. Po pastaj Rogertin, ku diun, po më duket shumë kështu sikur ka thënë gjysmë Okej. e Shqipërisë. Nuk do që ti jesh me turm. Okej. Kë doje më shumë në Big dhe pse Malin? Mali. Sa bukur do kishte qenë sikur Mali të kuptonte se çfarë po i flisnim. Okej. Shumë veta. Pse je munduar ti çosh mesazhe? O gjithë, o troç ja than ata analistët në studio. O Mali po tenton të bëj, jo se besoj unë, jam i drejtë, jam vetja. Okej, vazhdo. Nice eci, shkoj deri. Po. Juve ju solli juve shokve, eci më shumë. Po. Edhe tani ke fol me Mari me Stenaldon me këta? Jo. Si e takuar? Jo. Okej, në rregull, mirë. Angelo, kë do doje të ishte në Big bashk me ty? Oçe. Nga ata që nuk ishin. Po, Sigurisht nga ata që nuk ishin, sa ata i peti e... Shumë edhe një që na çoj mesazh në këtu edhe apo jam. Po do një që është për folur që mund të ishte me ty. Edhe a si kupton? ishte. A kupton? Në një që ti do doje për shembull. Po, ku diun, Kleoniki për flidhe atëherë që mund të ishte. Po, do kishte qenë bukur. Po. Me vërtet? Po, çfarë tani, ku diun? Vazhdo. Kush do të kishte qenë, ku diun, Angela Martini. Hajde. Angela Martini, Angela Peristeri. listë atë. Çfarë Angela? Ka përmend më shumë Angela tjera. Angela Merkel. Angela Merkel. Ua. Shumë e bukur. Angela Paparizo. Apo jo, se ka Angela fara. Nëse. Okej, për pak nis dasma e Mateo Zebrikene sot. Tani, kush është i sinqert nga këta dy? Ka në një çik marrëdhënie këta me njëri tjetrin si i shefti në këmbvështrimin tën prej çuni. Po unë se kuptoj ç'mduhen mua vlla, le të bëjnë Le të bëjnë çfarë duan me trupin e tyre. Me trupin e tyre. Po si mendon ti? I sinqert. Nuk besoj se kanë ai gjë të sinqert aty brenda. Midis të dyve është thjesht një lojë që ecën dhe ata klikohen dhe kuptojnë që Po nga e kuptojnë ata janë brenda. sinjalet i merr vazhdimisht nga çdo njeri që është hyrje e re, nga mënyra si trajtohet çdo klip, nga një duar trokitje të publiku Se i dallon të janë që shenja plas dalluese. kështu e pa udhëzuar, natyrshëm që ti merr disa informacione. Okej. Edhe e kupton që ata dy e kanë kuptuar. Prej kohësh tani më që loja e gjithë secilit është vetëm me njëri tjetrin, kanë tentuar të bëjnë edhe lojë jashtë me të tjerë në momentin që nisin lojrat me të tjerë, si në rastin e Mateos para
prajmesh. I tha, po ti merru me Brikenën, mos u merr me Mirin, me Selinën me këto gjërat, dhe kuptuan që okay, do ta çojmë deri në fund të gjën, se do ishte kështu edhe si e ke parasysh që është ai gjithë ai build-up, gjithë ajo ngritja e atmosferës e moodit dhe tani do kishim ngel ne publiku, audienca, pa parë një dasëm të tyre, një puthje reale, jo të fshet midis të dyre. Thjesht ajo kishte tur po burr, se u puthë për të puthë ata. Ta shohim a do puthen në altar, si do puthen në altar. Puthu me Milo. Okej. Ti do e fundit dhe ikem reklama, me ti do të bëj një dasëm aty brenda? Nëse po me kë, ose e ke menduar në një moment. Tisha këngëtar 100 lekët. Po ishte Tan Kola aty, nuk lentaj. Ishte Tan, ishte Eriku, pa nga këta që kënonin në Është Gena sot. Është Gena? Po. Do vi Gena? Po, Gena do vi sot deri nga Shar. Ati them o vlla, o Gena, o vlla. Ja, drejteu kamerës atje për Gena. Kur të shkosh, nëse hyn nga lavanderia, te dollapi i parkut nga dera kam lënë një 16 palë kpuc. Kur dalesh më mirë çik me vetë. Se të ka ngel aty, ha? Ka ngel. Po mirë më ja se do mbaroj tani edhe besoj do rifutesh ti që të marrësh. Prandaj nuk del ky shpesh për intervista më, kurse s'ka atlete. Okej, mirë, ikim të japim një palë kpuca që kemi sërish sepse kemi lojën. Mirë se na bashkohet Angelo tjetër, Angelo bukur, është e bukur emri i kthyer. Shumë i bukur Angelo, emri. Angelo. Po, më ka vënë vllai, po ti kush ta vuri? Vllai ta vuri. Vllai është një 2 vjet e gjysmë i vogël, po. Hajde më mirë, vllai është 5 vite më i vogël. Më mirë i jotit se sa i huaj. Po kush ta vuri emrin? Ishte short, domethënë prindit mblodhen këto emrat më të bukur që i pëlqejnë. Edhe kur arritën te këto top 5-ja e fundit, nuk e bën me televotim, e bën me letër me brikun. Po. Okej. Edhe qelloi. Si do doja ta kishe emrin për shkakun? Zef, Prend. Do ishin të bukur këto, për një emër i shkurtër fare që Zef Haruni. Për shembull ishin njerë në Theth. Ishim gjëra tjetër, falë tjetër do njëri Zef Haruni vërtet. E përshëndesim Zef. Ishim mirë në Theth edhe ishte çuni i vogël e po pyesnim po lutem me i qen. Po. Si e ka emrin qeni, ishte lezetshëm kështu. Fuf. Fuf tjetri. Mill. Okej. Shumë serioz. Okej, bukur. E Angelo si e me lojra ti? Shumë mirë, unë kam fituar gjitha sfidat atë brenda. Edhe lojrat me dorë? Kështu volejboll, luam për ato do të thoj Juli. Luam volejboll. Sa herë në javë? Një herë në javë. Një herë në javë. Okej, me luan me sete apo? Me sete, po. Edhe disa game një. Disa. Po kështu që mban stekën me dorë për shkak. Jo, pilar do jo, Ja. Të qet do me. Okej. Me raketa me stekën. Bogati sepse ne kemi përzgjedhur për ty 30 pyetje. Çfarë thua? Ku ti Angelo duhet përgjigjesh me tek fjalë, por nëse thua 2 ose më shumë, ne të kthejmë te pyetja e parë dhe kemi përgatitur për të. Edhe më kujton atë filmin The Master? Po. Që do ta bëjmë kështu edhe pa mbyll syt. Po, okay, pa u pulitur. Po. Okej, mirë. Se po bëllëm syt më përgjithësi. Pa lëviz nga vendi. Loja fillon tani, je gati? Gati. Gjëja e fundit që hëngre. Mëngjes. Okej. Çfarë tipi ky? Ora 10. Çfarë bëm? Pse ke nevojë për bukë, ha? Okej. Hajde, do ha mbyrek pastaj. Hera e fundit që bëre sherr. Dje. I ka fshon thonjt. Po. Je kokfort nëse po, mund ta thyesh një pjatë në të? Absolutisht. I ke lënë ndonjëherë punë të tjera për të marrë me punët tua? Kurse si. Të pëlqejnë komshitë tu po të dëgjojnë, ëh? As pak. Ke ndërmend të derë sot të bësh tap lonzë? Patjetër. Okej. Diqe shumë në verë nëse po a lyesh me kos? As pak. Kosi hahet apo pihet? Pihet. I bukur apo i zgjuar? I zgjuar. A je i lumtur Angelo? Absolutisht. Para dashuri apo pound? Para. Puthja e parë apo puthja e fundit? E fundit. Ku ishte puthja e fundit? Buz. Okej. Të pëlqen ushqimi kinez, nëse po do të hajë një zhapik që moderon një emision në botën e zhapikëve. Arduc. Më mirë të thot zemër shpirt apo? Xhan. Moderatori. Nuk të pëlqen. Angelo era e fundit që bëre seks. Sa kohë pas kam. Si vjet. E ka lagur për këtë vit. Okej, në rregull. Më mirë të thot zemër, shpirt apo moderatori im, se nuk më pëlqeu përgjigjja, prandaj ta bëra pjot. E treta? Okej. A shan kush e lajmet pip? Gjithmonë. I ke fshirë ndonjëherë hundët me mëngët e trikos Të Angelo? bluzës. Të bluzës.
Të bluzës. Të falim. Ta them kështu. Të falim gramin, as tën nuk ta falim. Nga fillimi të çaj ku kishim me 26, ku Mos e bëj, s'ka problem. Angelo, gjëja e fundit që s'hëngre. Drek. Hera e fundit që bëra sherr. Pardje. I ka fshon gishtat e këmbës Angelo. Kur? Je kokfort nëse po, mund ta thyesh një pjatë në të? Gjithmonë. Angelo, e ke lënë ndonjëherë pa lar? Ja. Okej. Angelo, a të pëlqen? Jo. Më pëlqen se si e thua. Angelo, ke ndërmend të derë sot? Kur S'ka gjë, hajde një çunat. Okej, Angelo, gjëja e fundit që do doje të haje dhe pse ajo? Dark. Okej. Hera e fundit që e bëra Angelo. Ja, i shkreti. Për sherrin po flasim. Por data 6. Prill. Prill maj, radios mos ju ndaj. Okej. Angelo, i ka fshon gishtat e këmbës tjetër kujt? Po? Ke kështu fetish, okej, mirë. Je kokfort Angelo? Shkëm ka vaje. I ke lënë ndonjëherë punë të tjera për të marrë me punë të tjerëve dhe pastaj punë të tjerëve i ke marrë me punë të tua? Po. Po. Angelo, ke ndonjë komshie që të pëlqen? Ja. Komshie ke shumë shia, ka shije komshie? Ja. Okej. A të pëlqen kënga komshie e mirë, West Side Family? Interesante. Okej, digje shumë në verë nëse po, a lyesh me vaj ulliri? As pak. Okej. Angelo, si do e doje, të bukur apo të zgjuar? Të zgjuar. A je i lumtur Angelo? Shumë. Okej. Para dashuri apo dhërrami? Dashuri. Okej. Angelo, puthja e parë apo puthja e parë? Fundi. Okej. Ku ishte puthja e fundit? Po e morën vesh të fundit se ishte në buzë, po e para ku ishte. Se mos Pyete. Ta pyet. Ku ishte puthja e parë? Mund. Okej, bukur shumë, pse nuk e pe, ishte darkë. Eskimez. Eskimez. Okej. Ej, të pëlqen ushqimi kinez se po do të haj një hardhuc? Shi. Si të pëlqen të thot Angelo, zemër, shpirt apo thjesht? Amor. Amor, toujours. A shan kush e lajmet Angelo? Gjithmonë. Okej. I ke fshirë ndonjëherë hundët me mëngët e trigos? Pantallona. Okej, ka shumë qurrë kë? Okej. I bie ndonjëherë qylit Angelo të shkosh ti kësh hash të papaguar fare. Ja. Jo, ha. Hera e fundit që je skuqur nga turpi. Një bër kështu, patollxhan. Sot. Okej, të kanë kapur ndonjëherë mat me dikë dhe ke thënë e kam thjesht shoqe. Ja. Okej. Hera e fundit që them më fal. Çfarë? Hera e fundit që gënjeve. Çfarë? Ashna. Je lënduar ndonjëherë nga dashuria? Po këtë e di gjithë Shqipëria, po. Ne bëri me rim. E di gjithë Shqipëria, po gjuna, un jam me ekipin tënd sa për ta ditur. Nëse do të transformoheshe në një kafshë, çfarë kafshë do të ishte dhe pse orangutangu? Vel pra. Okej. Më mirë të duash apo të duan? Veten. Angelo, me kë nuk do doje të shihnin as në ëndër? Në një rop për shumë. Voldemortin. A që s'ka hundaj, se po do të puthje në skimes. Ke qeshur ndonjëherë në varrim? Po. Lot. Nga veshki. Po, do të shtosh në një fjalë tjetër apo të kthejmë prapë nga fillimi? Mëse e shtova. Po si unë s'do të flas asnjë gjë domethënë. Gjithë intervistën. Tek fjalë tham ne. Tek fjalë, po ti mos vjen pre provokimin. Po ja, tash. Kemi tha, jepi, vazhdoni çuna. Okej, hajde, shumë shpejt, shumë shkurt. Gjëja e fundit që hëngri Juli. Drek. Hera e fundit që bëre sherr. Sot. I ka fshon, i shqyen fare. Gjithmonë. Ashtu. Je kokfort nëse po mund ta thyesh një pjatë në të? Bap. I ke lënë ndonjëherë punë të tjerëve për të marrë me punët e tua? Asnjëherë. A të pëlqen kopshtit e tu? Jo fare. Ja, Bravo të qoftë. Bravo të qoftë. Ça nuk i marr ato lekët domethënë tash që. Jo më lekë ti s'more lekët e bigut, do marrësh lekët tona. Sa e kemi lekë për të dhënë? Kedos, sa ku erdhi ky Kedos? Dash nga lekët tona. Gjëja e fundit që hëngre djalosh. A ka ndonjë vakt tjetër apo prit më që nisim nga fillimi? S'ka gjë. A ka ndonjë kështu? Jo, mirë, s'është thonë një vakt. Po mund të thosh edhe buk. Ne nuk e dim. Mund të na gënjesh, mund të na shantazhosh. Ç'do dush ti o vlla? Makarona, e nisim edhe herë. Gjëja e fundit që hëngrë, makaronada. Jo, nuk është kjo pyetja e parë. Hera e fundit që bëre sherr. Pastaj. Okej. Tani është gjëja e fundit që hëngre. Makaronada. Okej, i ka fshon fojt. Po. Je kokfort nëse po mund ta thyesh një pjatë në të? Shkëm. I ke lënë ndonjë punë të tjerëve? Gjithmonë. A të pëlqen kopshtit e tu? Fare. Ke ndërmend të derë sot? Po. Diqe shumë në verë nëse po a lyesh me kos? Gjithmonë. I bukur apo i zgjuar ishte ai? I zgjuar. A je i lumtur Angelo Aruni? Shumë. Para dashuria apo asgjë? Dashuri. Puthja e parë apo puthja e fundit? E fundit.
Ku ishte puthja e parë e Julit? Ngush. Melgush është një vend, se Melgush tha, nuk tha në gush, tha Melgush. Mos na godit, është një fjalë, të lutem. Okej, vazhdo Juli. Të pëlqen ushqimi kinez ose po do ta haje një zhapik? Sheshe. Okej, a shan kur shej lajmet? Shumë. Më mirë të thotë zemër, shpirt apo? Dashuri. I ke fshirë ndonjëherë hundët me mëngët e trikos? Jo. I bie ndonjëherë Angelo? Një herë një afër e tha. Kur? Ja, mas ja fut koti tash. Okej, hera e fundit që je skuqur nga turpi e bër speci kuq. Tani. Hajde. Të kanë kapur ndonjëherë matematikët e ke thënë e kam thjesht shoqe? Ja. Hera e fundit që them fal. Pastaj. Hera e fundit që gënjeve? Dje. Je lënduar ndonjëherë nga dashuria? Po, këtë e dim, okej, vazhdojmë pyetjen tjetër. Nëse do transformohesh në një kafshë, çfarë kafshë do zgjidhje të ishe? Larask. Angelo, me më mirë të duash apo të duam? Pra, të doj ajo që të la apo të duash dikë tjetër? Veten. Okej. Me kë do doje të shihnin në ëndër? Se Voldemortin nuk doje. Me Hermione Granger. Hermione. Po kur e lunte Emma Watson, jo kjo, s'është e vogël tani. Okej. Ke qeshur ndonjëherë në varrim? Po. Okej. Angelo, do na e thuash tani çfarë bën kur skeça bën? Me çunat. PlayStation. Aha. Mirë, pundora është dhe kjo. Po, luan me leven. Në fakt, PlayStation shtypet me gishtat, ne kemi të fortë gishtat. Nëse do të zhdukeshe për një ditë, ku do të shkoje dhe pse ngjitur me Arushin? Tokyo. Okej. Angelo, nëse do kishe mundësinë të dilje në një takim me një person të famshëm në të gjithë historinë e njerëzimit, të gjallë apo të vdekur, kë do zgjidhje dhe pse? Tani të lejohet më shumë se një fjalë. Emër dhe arsyen sepse do doje të dilje me të njeriu. Është pyetja fundit. Nuk po tallem. Jo, nuk po tallem. Shifte nga Kedosi për të bindur që e kam tre janë më mirë se një. E kam sak. Atëherë, ku diun një nga këto aktorët e famshme? Vetëm ta aktorët e kam një. Lisa për shembull. Po jo, pra se nuk është kategoria ime, të lutem. E më mirë, po aktore thea burr. Ajo është botën e çuditërave, ky sta për. Tani, për shembull, Manuela Arcuri te Karabinierit ka qenë jashtëzakonisht simpatike. Pas ke shihet Hall. Po, okej. Por pastaj edhe Malena në kohën e Monica Bellucci, po. Po, Monica Bellucci. Akoma do sot. Sa ke radhën aty po frik. Ja, vedia të lëviz. Po çdo i thoya për shembull Monica Bellucci. Të ndizja cigaren, kaq nuk s'ka nevojë ti thosh në gjë. Okej, bukur. Okej, çakmak tuno. Okej, Angelo, ja dole me X Sforzo. Sforzo u kthye 5 herë. T'ja kaloj këtij kujt, me thënë drejtën, e nise me shumë siguri siç nise Bigun. Pastaj të doli Stine, jashtë doli Eugene, jashtë fillove unë vetrove. Por e rëndësishme është që e përfundove. E mbarova. Po, patjetër. Fitum gjë? Jo, do si ndihesh kur e mbaron për shembull. Kështu mund të presësh duhet i cigar. Se miza rri kështu me mnajer për shembull. Cigarja pas bugut tha. Po, çaka. Do ikim? Okej, mirë. Angelo, e para punës falenderojmë shumë që këtë post dreke dhe para mbrëmje e kalove këtu me ne. Çfarë do ishte duke bërë nëse nuk do ishe në emision? Do haja drek. Edhe pse je pa drek. Janë drek shumë vonë tani, domethënë e riktheva regjimin në normalitetin e njerëzve për një ca kohë, pastaj kam një javë që e kam prishur prapë që prapë zgjohem në ku diun. Si janë këta vipat flen deri vonë. Po mirë o burr do flej se do të merret me veten o burr. Po edhe rrim zgjuar deri vonë. Natën vonë. Okej, Angelo, të falenderojmë shumë që zgjodhe që të bëhesh pjesë e emisionit. Ishte shumë kënaqësi. Me vërtet. I ka vënë pritshmëritë tua? Po patjetër, po unë se di për shembull se me që ishim te tema Bigu, do më kishit ftuar jo mua, po mos kisha qenë në Big Brother. Po, do të kishit ftuar, po. Me thënë të drejtën, ne të ftuarit tan i marrim që janë pjesë e medias, dhe sigurisht medias më të madhe siç është Top Channel-i dhe Top Medias. Ne të trajtojmë në një mënyrë çik më ndryshe, a kupton? Nuk është se të pyetëm vetëm për Bigun. Jo, po treguat shumë but, prisja çik më shumë kokës. Po çfarë do më, të them që të ka lënë në dashur, çfarë të them? Po jo, s'ka lënë në dashur, se këtu i ke gabim gjërat. Po le ti atë. Okej, kjo mbet për si dai me shumë baron ky emision për sot. Po, kape Angelo Arunin. Angelo, prit para se të ikësh. Juli, thoja çika të muhabetin. Ne kemi një kontratë që nuk kemi rrog fikse. Thjesht paguhemi në bazë të fjalëve të mira që thotë i ftuarit dhe i konvertojmë pastaj. Na japësh në lekë si e ke hallën. Po fjalë mbas fjalëve të mira. Po pra, unë do të them fjalët e mira. Po, që dalin lekë dhe pastaj ne ti bëjmë sharing is caring. Po. Tani s'kam shiko, leku e prish dynjan kësaj radhe mos nuk po s'ka që më le të prish, mi sprish po. Juli vdes të prishat.
Jepi, vetëm je plek. Çfarë them unë? Tani filloi emisioni. Pyetsim atë tipin që tha, o vlla si bëhet që më pëlqen më shumë se sa ta bëj. Po. Jo, Angelo nuk Doni fjalë të mira? Po, thuj për Juli për të prishet Juli. Juli e ke drejtuar, më fal. Ti djal, e ke drejtuar këtë intervistë në mënyrë shembullore, fantastike, pa parë, po unë kuptoj një gjë. Përse nafta rritet dhe ti rri këtu akoma? Ç'të bëj ecë Po ti bashkë me naftën. Eci Se unë qanë zëra për mirë. Angelo, të falenderojmë shumë i dashur. Faleminderit edhe një herë. Ishte vërtet kënaqësi. Se kishim pa vetëm nga Se kemi televizori. dhe sherrin pastaj se thash pastaj. Po, jemi direkte për sherr, por Juli ti jepi këto fjalë të bukura tani. Po, pas pak do të vijë Elona Duro me Big Brother Radio, ndërkohë ne do të dëgjojmë të hënën ardhshme. Deri atëherë ju vazhdoni të qëndroni Top Albania Radio, shijojeni dhe mundoheni t'i kaloni ditët sa më bukur, se në fund ditët tuaja janë.